Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme të sigurisë Kaja Kallas ka deklaruar se zgjedhjet e shpeshta të Kosovës janë bërë pengesë për vijimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit në nivelin më të lartë politik. Në një prononcim me gazetarët, diplomatja evropiane tha se mungesa e stabilitetit politik dhe ciklet e vazhdueshme zgjedhore kanë shtyrë organizimin e një raundi të ri bisedimesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas saj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ashtu dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë shprehur gatishmëri për të takuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kallas bëri të ditur se një takim politik në nivele të larta ishte planifikuar dhe se kishte dakordsi për të dyja palët për zhvillimin e tij. Megjithatë, sipas saj, zgjedhjet e reja të parakohshme të shtatqershorit në Kosovë kanë bërë që procesi të shtyhet për një moment tjetër. Diplomatia evropiane theksoi se Bashkimi Evropian po punon paralelisht me të dyja palët për të siguruar vazhdimin e zbatimit të marrëveshjes që janë arritur më herët në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ajo nënvizoi se progresi në këtë proces mbetet i rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe për perspektivën europiane të dy vendeve. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për të fundit në kuadër të dialogut të shtator të vitit 2023, ndërsa prej asaj kohe procesi ka mbetur pothuajse i ngrirë mes tensioneve politike dhe zhvillimeve të brendshme në të dy vendet.